se fabrika e ka përzon. Plugi e ka përzon. Maqina e ka përzon. Pse? I kohë me dojnë benzin. Kur t'i bën 65 vjet në lesh, e qesin benzin. Se si vynë matina, së në jetë më fuqinë, së në jetë produktin e më. Kur t'i bën 65 vjet të dojnë, ta shti, u dha marrë kuft, urime ke dojnë benzin. Se kur ten benzin, shka bëhet me to, e ko benzin. Se mos i vinë fabrikës, si i vinë plugë, si i vinë mjeshtë, pranarët si i vinë mos, a i mos në e fuqinë mo. Ja ka morë fabrika, ja ka morë gojtë i kalon veshët, bu prejka t'i kalon fabrika, t'i kalon punë. Se a i ta shmos, si vinë atina, a i shefi pranarët ati i vinë, ti më koni fort, i fuqishën, gjithë nërë 30 vjeqarë më konë. Gjithë nërë më konë 30 vjeqarë, shefi ka qenë më konë punturin e vetë me posë, gjithë nërë 30 vjeqarë, pëse? Sa është pua me fort e fuqisë e punës. A i baba e me që kishë pasnonë, tha më konë, tha ti kanë 20 trima, 30 djerë e 40 bura. 20 trima, 30 djerë e 40 bura, një unë aty që lëkët, tja i ben menë, thëmë, 90 djerë, 90 mimi pasë, që shi del të 90 mirë, o mikë, dhe gjëta. Më konë thë t'i kam 20 trima, se 20 djeqarë, kërë banë djali, banë trim. Ashtë trim, është në luft, është në front, 7 djeqarë s'ta me rushtëria, ka ne 60 djeqarë. 20 djeqarë ka me rushtëria, se së është i fort, është trim, është tash, familje, s'ka, hinë front, ka laj. 30 djerë, kur t'i banë 30 vjetë, është i fort i punës, e ka fuqim në punu. E 40 burë, thëtë kur t'i banë 40 vjetë, e më hinë kohën moshën e pjekurisë. 30 trima, 30 djerë, 40 burë. Qaj djallë është, një djallë është. Në moshën 20 vjeqare banë 3, moshën 30 vjeqare është i fort i punës, e ka fuqinë e punës me dhonë, kontributin me dhonë, po kur t'i banë 40 vjetë, hinë moshën e pjekurisë. Me ligjet Amerikës, me kushtetu, nuk ka drejt me kushtetu, me konkoru për president Amerikës, pa i bë 40 vjetë. S'ka drejt me konkoru, është me kushtetu me legjë. 40 vjetë është mosha pjekurisë. Moshën 40 vjeqare, jo me selam ka fjotu zbrite shpallë e Kur'ani. 40 burë ka më selam, 40 gjemat, nëse bëhë namaz gjenazës, është e pa mundshme, do mos da Allah Gjellëshenu nga problemi do alite, namaz gjenazës. Se janë bo 40 vetë. 40 nete, 40 vetë Musa e selam ka turi, Sinan ka pojnë me Zotin e madhuar. Me thonë moshe 40 që është standard, është pjekuri e shkretën. E lëzëm të dashë, a i djenë në dyqave ty, sot e po të bisit me një mëngjesë që në gjare e të reguva, u janë anisasht me përsëritash. E tha hoqja për shëtë, këtë 70 vjetë i ka bo, 70 vjetë i ka bo, tha hoqë të në dyqave tjetë. Hala, tha, asë nuk e t'i kuan gjami, asë namazën e që. A i po kesh, anë të thash, pa hala ka vakë, se kësh, hala s'ka hinë bëllëk. Hala si ka bo, se do hinë tash, do hinë bëllëk 7-65 vetë, kur e qëtë, kur del benzi, ko benzi, mole me shku tash në gjami, sepse ka ko benzi, merë me merë, kur ta ko benzi, tash t'i bjenë në merë me shku në gjami, se benzi ka dote, edhe në ati i thash, dje, ju e dini fillim që ka thamë së, ata që e kom fillim. Thash që se i kutbin i djetari ma musliman, e ka me urdhën të Naseri kërëtarit e Egjiptit, njën nga zullëmqarët më të maj që njësë njëf histori islame. Njën nga kriminit më të maj që njëf histori islame ka qenë Gamal Abdul Naseri kërëtari, ish kërëtari e Egjiptit. Pa në dhe i frejke e në fëmire Naseri e Egjiptit me për hotër të tina, a me ka qenë zullëm, a gjallar në borg i ka masakru, qëndja ka qu, për me hangën për zallet, a gjallar në borg, që ki Naseri me urdhën Naseri. E Sejt Kutbi me urdhën Naseri du ekzekutu. Hua që maj ma dhe shikullit kalu. Shikullit 20, konë një prej matë majve, Sejt Kutbi. Sejt Kutbi ka një fjali të kështu. Ma mira me shku të Zoti vertikalisht, se sa Sejt me shku të Zoti horizontalisht. Zoti në rëpjë. Ne kena teme në abdesit, që kena fillu që ne 2-3 mujtit për abdesit të full, sënet, plus sënetet e abdesit. Në të abdesin, te për me orë me falë namazin e gjumos,